Arlind Bushati është djali i kandidatit për deputet dhe kryetar bashkie në qytetin e Shkodrës, Xhemal Bushati. Për ngjarjen në Shkodër mbërritën 2 grupe të Reneas që po zhvillojnë kontrolle të shumta në zonën e Bajrave dhe në disa zona të tjera në periferi, ku dyshohet të jenë larguar autorët pas krimit. Arlind Bushati denoncoi në polici se mbrëmjen e datës 10 tetor të këtij viti, në zonën e Pedonales 2 persona me motor tentuan ta vrisnin, por pistoleta autorëve ju bllokua dhe nuk arritën ta qellonin. Policia e shtetit madje shpërndau të nesërmen dhe një komunikat për shtyp. Me datën 11/10/2024 në orën 9:30, shtetasi me inicialet AB, 32 vjeç, ka kallëzuar se mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:30, persona të paidentifikuar që qarkullonin me një motomjet i kanë drejtuar një send në dukje armë zjarri afër një lokali në Pedonalen e Shkodrës. Nga veprimet paraprake të kryera dhe informacionet e marra në rrugë operative, paraprakisht dyshohet për 2 shtetas, por për arsye hetimore nuk bëjmë dije të dhëna të tjera.